Real Madridi humb durimin me Vinicius Junior, vendos ta shes përfundimisht. Sipas gazetës Bild, klubi bretror ka vendosur ta shes sulmuesin brazilian në verën e vitit 2026 pas përplasjeve të fundit me trajnerin Xabi Alonso. Gjithçka nisi në El Clasico kur Vinicius shpërtheu pas zëvendësimit dhe refuzoi të kërkonte falje menjëherë. Për ta bërë situatën më keq, një artikull në Mediumin dhe Athletic akuzoi Alonson për mungesë përvoje dhe dyshohet se burimi vinte nga kampi i Viniciusit. Florentino Perez ka vendosur të japë një mesazh të qartë: askush nuk është më i madh se Real Madridi. Madje në ndeshjen pas incidentit, braziliani humbi edhe një penallti të dedikuar për Kylian Mbappen, duke i shtuar benzinë zjarrit. Tani me kontratë deri në vitin 2027 dhe me vlerë 150 milion euro, Vinicius po ecë në akull të hollë në Bernabeu dhe një shitje e tij në verë duket e pashmangshme. A duhet ta shes Real Madridi Viniciusin? Na tregoni në hapësirën për komente.